Përshëndetje, unë jam Dajana dhe sot do hapim një mystery jewelry jar që unë e bleva 50.000 lek tek faqja me fotoknitin emër. Ishte një intro për njerëzit që mbase do futen ta shohin thjesht nga titulli, sepse zakonisht nuk do të kështu, por për ju që keni ardhur që nga vlogu i kaluar, do ta hapim sot këtë. Jam shumë entuziaste. Tani të them të drejtë, nuk kam shumë pritshmëri për shumë arsye, sepse në treg qarkullojnë shumë bizhu që nuk janë vintage, sepse unë e kam marrë me atë idenë që do jenë vintage, të vjetra. I don't know, tash jam shumë kurioze për ta parë. Kishte disa në fakt, unë zgjodha këtë, sepse dhe ajo vajza e faqes më tha që ky mendoj që do të përshtatet më shumë, kushtonte 50.000 lek. Kishte edhe një tjetër më të madh që kushtonte 70, një tjetër që kushtonte 60. Tani çka ka këtu, çka ka? Çfarë të shohim në një gjë që mund të na jo, shoh këtë perlën këtu me këto buzët. Kështu që let's go. Kam aq shumë kohë që i shikoj këto në TikTok, edhe i shikoj gjithmonë dhe më dalin para gjumit, e keni parasysh. Dhe është një nga ato gocat që quhet Patricia dhe ajo është si the OG dhe ajo bën këtë gjithmonë pasi e hapni që ua hedh juve. Puf. Okej, tani, ideja është që unë do ta bëj trendin fix siç është në përbot dhe këtu do kemi, tash këtu nuk duket, ja një sekond. Wait. Po e largoj pak dhe këtu do kemi bizhut që unë do t'i visha dhe këtu bizhut që unë s'do t'i vishja. Tash e di që mbase janë shumë gjëra dhe unë kam njerëz që mund t'ju jap. Nice. Shiheni këtë? Po, do t'a vishja. Është kështu si gold me ca sigura të veli, sigurisht që është thjesht bizhu. Nuk pretendoj që t'jenë këto të lara në argjend apo serm apo ku di unë, por ja se si do dukej. Po, okay, këtë do ta mbajmë. Tani shohim një gjë tjetër. Okej. Cute. Okej. Pyqen ka kështu si ngjyrë serm, ka këtë Chelsea, pas ka dhe një zemër brenda, Chelsea e zemrës time. Që ka pak e kokolipsur këtu, në fakt, po shoh, sepse pas ka dhe diçka me gur. Por unë nuk i kam shumë qef ka ishte i gjata, kështu që këtë nuk do ta mbaj. Tani ku ta lej unë këtë mikrofonin që të dëgjoni dhe këto jingles. Ja, po e lej këtu. Besoj më dëgjoni. Nice, kështë shumë. Shifeni pak këtë sa nice që duket. Është shumë royalty. Çfarë do vishte Princesh Diana në një nga ato mbrëmjet e saj gala, sigurisht që do ta mbaj. Kjo pas ka dhe diçka këtu, një hallk që mbase mund t'i varësh diçka ose mbase i mungon diçka. I duket shumë interesant me një fustan krejtëzi, do njëjtë shumë i bukur. Okej. Vazhdojmë se kemi shumë gjëra për të hapur. Wow. Këto kanë edhe emra. Qysha, kjo thot Kiam Family. Shiheni pak. Se nga periudha jo keq, është shumë i rëndë në fakt dhe është i përbërë kështu me zinxhir nga të gjitha format. Ja se si do dukej. Nuk e di nëse do ta mbaja kaq të ngarkuar, vetëm nëse do shkoja diku që do ishte me një temë të caktuar, por këtë nuk do ta pishja. Okej, tani kam prekur diçka që është me kështu si me ripa. Interesante. Apo janë dy të ndryshme, nuk e kuptoj. Wait. Okej, shi. Që janë kanë dy të ndryshme. Certa
che avrebbe suscitato il tuo interesse. Po, me këtë perle, që nuk është perle vërtet, of course, sepse duket. Po, mirë ke qenë e lezetshme. Po, këtë do ta vishja. Që ka dhe kjo gjëja tjetër, që është me një rip të lidhur, dhe ka këtë detajin. Kjo është shumë i gjatë, vetëm nëse i shkurtoj ripin. Okej, dhe këtë do ta vishja. Po i mbaj mend këto. Këto i mbaj mend, këta e kemi pasur, sidomos neve brezi millennials. Në fakt nuk është dhe aq i keq, se është shumë boho, por jo, nuk do ta vishja. Gjitha një gjë tjetër. Më shikoj për emrat, se mbase njoh ndonjërin nga këto firma që janë. Kjo është një emër random. Kjo që ka lezetshme në fakt, më pëlqen. Okej. Me kombinimin e dur, mbase dhe ishte super cute. Tani shohim një gjë me ngjyra. Është kjo gjëja që në fakt që ka me bufa. Shif. I lezetshëm që ka ky. Nuk ka ndonjë emër të firmosur. Mbase në verë, me lëkurë të nxirr, me fustan. Kam një fustan kështu bojqell. Bojqell baby. Okej, do t'ja jepja një shans. Why not? Why not? Non è che mi piaccia molto. Stamattina ti devi accontentare. Okej, më pëlqeka. Shiko se kur i shef kështu duken shumë sigur që nëse vishe në mënyrën e duhur, unë këtë do ta mbaja. Nuk e di se si, por do ta mbaja. Ky është viti i maksimalizmit, by the way, nuk është viti i minimalizmit, kështu që shpreheni veten në të gjitha format që mendoni që dëshironi ta shprehni. Okej, një tjetër, një me ruza. Nuk e di nëse do ta mbaja. Po lejm tek pjesa tjetër. A kjo që ka e lezetshme. Kjo që ka shumë e lezetshme. Është pak e trash për gustot e mia. Por është kështu si shpeni. Është shumë e bukur. Të veshën nga ato t-shirtat e bardhë që janë me jakë rrumbullake, pak të gjëra, edhe ta aksesorizosh me shumë bijou. Po, më pëlqen. Okej. E bukura është që çdo gjë që këtu vjen në Shqipëri është kontrolluar, që di unë sa herë në sa duar ka kaluar dhe jam e sigurt që vështirë që nëse bleni nga këto të gjesh në një gjë serm apo siç ndodh me ato jashtë. Një tjetër varse, kryesisht ka varse, nuk pas ka vath dhe unaza, mendoja që mund të kishte, por është okej. Një tjetër, nuk do ta mbaja këtë. Të shohim një. Okej, këtë do ta mbaja. Kjo është me ruza kështu të vockla. Kështu si okej, do ta mbaja këtë. Pa shumë shpjegime. No ifs, buts or whys. Wait. Prisni. Gjeta një gjë shumë bukur. Gjeta një set. Super! Është si byrzylyk, po unë do ta vendos tek këmba. Sepse është shumë i madh, jo nuk e nxet tek këmba. Sorry, ja futa kot. Do ta mbajmë këtu ose do ta shtoj me diçka, ta vendos kështu si ankle bracelet, që ka shumë nice, edhe bashkë me këtë, po mund të vendos këtu unë si ankle bracelets. Nuk e di, do t'i shoh. Është vrentur jashtë, nuk e di se sa arrini që t'i shihni, këto do t'i mbaja.
Okej, gjeta një gjë kështu të re. Natyrisht jo vintage. Own your jewelry. Okej. Nuk e di nëse do ta mbaja. Po e lejmë tek pjesa që nuk do ta vishja. Okej, gjeta një palvath, uroj ta ketë edhe tjetrin. Këta po do t'i mbaja. Shumë i bukur, duket kështu si serm. Sigurisht që nuk është, por ta jep atë përshtypjen. Ja, ta vendos njerë. E lejmë këtu që të shohim edhe pjesën tjetër. Nëse do na dalim. Deri tani ky është i preferuari im. Është shumë i vrarë, por do ta pastrojmë për që ka shumë i bukur. Do ta mbajmë. Okej. Çfarë është kjo? Besoj që janë të dyja bashk. Apo, what is happening? Po, janë të dyja bashk. Kjo është shumë interesante. Kjo duket sikur ka kështu, sikur mbart një farë historie brenda, po ta shikoni, duket sikur përfaqëson diçka. Duket shumë gjë e veçantë, kështu që do ta mbajmë. Okej, me radhë, goca me radhë. Do t'ju nxjerr të gjithave një për një, mos u shqetësoni. Oh no, what is this? Few moments later. Okej. Një varse me gura, po që ka lezetshme. Shumë e bukur, shumë e thjesht, shumë minimal. Do ta mbajmë. Këtë gjë nuk... okej, kuptova. Është kjo. Është një kombinimi këtij zinxhirit edhe me këtë si material kamoshi. Duket kështu, por nuk do ta mbaja. Më shikoni edhe në qika energji, sepse dita e dytë e periodave, so bear with me. Se me që pushim, u lodh krau. Okej. Një varse tjetër me ruaza, por not my type, nuk do ta mbaja. Super cute kjo. Okej. Gjeta një gjë të lezetshme me një buf. Madje shoh që ky bufi mund të hiqet dhe e di çfarë po mendoja tani me disa nga këto do bëj kështu, do t'i bëj këto që nuk do t'i vesh si varse, do t'i vendos te çanta, kështu si charms. Edhe kjo mund t'jetë një ndër ato raste. Shifti? Se që ka shumë cute. E mbajmë këtë. Ja, ky është lloji bijus që unë pres të shoh në një mystery jewelry jar, se kjo duket që është e vjetër, vintage, duket rëndon, pas ka dhe flok dëbore. Kjo do ishte shumë e bukur në një çantë. Por të shojmë. Nuk e di fare se si do t'i organizoj. Okej, çfarë është kjo? Kjo kështu si me mesazhe të shkruara brenda në këto pllakat. No. Okej, gjetëm një tjetër gjë të gjatë që duket që është nga këto të vjetrat. Këtë mund ta mbaja, më pëlqeka. Thjesht duhet të sistemoj pak ripin që mos të më vi deri te kërfiza, por të jetë diçka më e pranueshme. E mbaj këtë. Ndërkohë presim a do na dali ky bathi.
Oh, wow. Sa kisha pa parë si këto. Okej, not my type. Tashi unë jam e sigur që të gjitha ju e keni pasur një varse të tillë dhe mua më ka dhënë kur isha në gjimnaz, Ina, shoqja ime, një me portokalli. Por nuk i vesh më. Okay, what is this? Okay, edhe kjo duket një gjë e vjetër, edhe pas ka ca gurje shil këtu. Interesante. No. Ndërkohë ajo gjëja që pash unë me perl në fillim dhe buz nuk ka dalende, e gjeta dhe vapen tjetër. Gjeta një zinxhir të thjesht, po e lem një këtu se këto i vendosim dhe të këmbët. Tash ka ardhur vera, what is this? What is happening? Kjo që ka lezetshme. Duket shumë e ngarkuar, por për në verë, like why not, do me thënë. Në lëkur të nëzirë. E mbaj. Okej, shumë e bukur. Love it, më pëlqej ka shumë. Okay, keeping it. Tani kjo ka ca perla këtu. Nuk e di, duhet që ta laj dhe ta kafshoj që ta kuptoj nëse është perle vërtet ose jo. Po duket shumë e vjetër. Duket shumë nice. Ta mbajmë. Okej, një tjetër zinxhir. Wow. Wow, okej. Sa i gjatë. Okej, shivene? No. Çfarë është kjo? Wow, shifeni pak. Zizëllonja natën. Ndoshta si bag charm do ishte shumë nice. Për t'i nxjerrim këto tani dhe t'i shohim që na kanë betur. Okej, po shoh një gjë që po më pëlqen dhe është si me një kristal. Nuk e di se sa autentik mund të jetë kristali, por më pëlqen. Më pëlqen sepse është diçka që do ta vishja. Okej, do të sistemuar normalisht, por yeah. Gjitha këta vathet nuk janë perla, sigurisht. Janë kështu thjesht bizhu. Do t'i mbajmë. Mbani mend që ju thash që gjeta që ishte një zinxhir bosh, ja ku e ka këtë. Okej. Çfarë kemi tjetër? Okej, edhe kjo e lezetshme, më pëlqen ka. Interesante. Me kështu se dy qershiza të vogla. Tashi jam në fund. Wow, që nga në bashkë të gjitha. Presni. Okej, e shofim, ja ku është. Kjo është e gjitha bashkë. Dhe nuk është ide e keqe. Gjë tjetër që duket nga ato të vjetra që unë i kam qef është kjo. Dhe I will keep this. Këtë, base, nuk e di. Po e lëm njërë këte nga këto çfarë do mbanim dhe çfarë s'do mbanim. U lodha. Realisht u lodha. Këto ishin çfarë mbajta dhe këto ishin çfarë nuk mbajta. Po i fus sërisht tek kjo kavanozi, sepse Pieri kishte shumë qef që t'i shihte. Hello!
Dhe unë sigurisht do ta plotësoj. Kam në dritare thapur, s'kam faj ata. La la la. Se i bukur kjo. Tani jam entuziaste dhe të më shikoni që do t'i vesh ato që do mbaj, disa do t'i fal, normalisht se kam njerëz plot që mund t'i dhuroj, njerëz të afërt flas. Kam të zentime të voglën atë të Greqisë që mund t'i ketë qef, kam gocën e tezes këtu në Tiranë, kam kunatën, kam janë besat e Ergisit, që tani mund të kenë qef në një gjë. Kështu që por, premtoj që nëse marr tjetër, një të madh dhe e bëjmë sërish kështu, ato që unë nuk do t'i mbaj, unë do t'ju adhuroj juve. Nuk e di se në çfarë sistemi, por do gjejmë një mënyrë edhe do t'ju jap. Që më lini t'i tregoj këtë që vendosa te këmba. Si këmba balerine. Por, po duket shumë nice. Po flas tani me një shokun ton. Dhe po flasim për udhëtime sepse edhe ne prem një bilet. Edhe i thash Pierit që mami, prem një bilet. Ilira e mundshme që gjeta sepse kam ato ditët pushim në prill dhe po mendonim të shkojmë në Dubrovnik, të shkojmë me thënë një udhëtim me makinë, të shkojmë në Selanik, të shkojmë në Athinë. Por jo, prem një bilet. Normalisht shkoj ca, se nuk kam gjetur bileta shumë herë më të lira se sa kaq, por nuk ka problem. Thash varja, jemi lodhur, gjithë të periudhë kemi qenë pa qef, e meritojmë. Po do t'i tregoj më vonë dhe po flas me këtë shokun tim dhe i thash dhe ai sapo ka prerë një biletë dhe niset nesër. Edhe po i them që duhet të bëjmë patjetër një udhëtim bashkë sepse te Pieri ka shumë xhan edhe ai vjen shumë pas avazit edhe kemi shumë shok të mirë. Edhe ja. Nëse keni në plan të bleni një mystery jewelry jar, blijeni, duhet të ketë edhe më të lirë, sigurisht se sa kaq, mund të ketë edhe 15 euro, 30 euro, se ju thashë më dolën goxha faqe. Është thjesht ndjesi shumë e lezetshme dhe ua gjen vendin këtyreve, sepse disa do t'i mbash e sikur, disa do t'i dhurosh, dhe ku diun, mund t'a gjesh vendin në çdo lloj forme. Me që jemi te këto gjërat kështu të vjetra dhe vintage, unë kam vetëm 2 ora. Kam pasur edhe një tjetër që më humbi në Gjermani, ishte me lëkurë, me bukur, por më humbi. Dhe ora vetme që kam është kjo nga Esprit, që është e dashuroj. Edhe këtë e kam mbajtur gjatë gjithë kohës, sidomos gjatë verës, në plazh, është kundra ujit, është dashuri. Edhe është argjend. Kam dhe një tjetër argjend, që këtë e ka pasur mami im, edhe është water resistant edhe kjo. Nuk punon, po duhet që të shkoj ta rregulloj, se është goxha e madhe dhe është shumë e bukur. Edhe të kem këto 2 orat. Dhe unë vdes për ora. Dhe dua të gjej ora kështu vintage, po këtu shiheni sa e bukur çfarë detaje që ka. Se kjo është shumë plain. Ja, këto të dyja. I ka shoqja juaj. Ja çova Ergysi se u kujtova që e kisha dhe i thash të lutem zemër ma mirë ma rregullo çik. Se dua ta vendos tani që do vi vera, se është shumë e bukur. Edhe është e bardhoshkës tonë. Tani, me që erdha këtu, po e lë këtu këtë, po e mbyll këtu këtë episod, këtë që e kam krijuar me doçkat e mia. Po e mbyll këtë vlog këtu. Uroj që të ketë qenë interesant, nuk e di, do ta shoh. Nuk e kam iden, po si do që të jetë. Edhe më kujtua diçka kur kam qenë në Përmet, kur isha e vogël, shkoja tek kisha protestante. Edhe aty, të them të drejtën, shkoja për atë pakon që na jepnin për vit të ri, por nuk është se kam shkuar më vonë. Pas e mbaj mend që kam marrë një pako dhe mezi kam pritur të shkoj në shtëpi, ta hap dhe aty çfarë nuk kishte, sepse vinin nga Norvegjia këto. Edhe kishte kështu nga ato si crayons, si bëjra dhjami që i kemi pasur. O zot, nuk e di. Të njëjtën ndjesi më dha edhe kjo sot. Shumë lezetshëm. Por t'ja japim momentin e vetë motorit. Bye bye. Tani do t'ju lë dhe unë, ju kam shumë xhan. Mos harroni të bëni subscribe, të shpërndani me dikë këtë kanal. Ju jeni më të mirët edhe ne bashkë do shihemi të mërkurën në orën e gjetët. Trefëmë. Ciao.